Në një tenxhere më të madhe, do të shtojmë 1 litër qumësht. Qumështin, cilën unë zgjedhi që ta përdor për ëmbëlsira, është nga marka Pënar, shkaku nga yndyra e lartë që e përmban brenda qumshti. Në këtë mënyrë na bëhet më kremoze dhe më të trasha kremrat. Qumshtin e vendosim në zjarr të ulët dhe vazhdojmë tani që ta përgatisim pjesën tjetër të kremi. Dhe tani vazhdojmë me pjesën e kremit. Në këtë krem do të shtojmë edhe vezë. Në total do të na nevojiten 6 vezë plota. Vazhdojmë i shtojmë vezët në një enë më të madhe. Tani sipër vezëve do ta shtojmë sheqerin. Unë sheqer po shtoj 12 lugë gjelle. Kaq mendoj se është mjaftueshëm e ëmbël kjo ëmbëlsirë. Nëse ju i duket shumë, mund të shtoni 2 lugë gjelle më pak. Nëse ju duket pak, mund të shtoni 2 lugë gjelle më shumë. Trojmë me mikser për 2-3 minuta, derisa sheqeri tritet, shkrihet tërësisht tek vezët. Si sigurohemi që e kemi përzier mirë, tani vazhdojmë që brenda të shtojmë miellin. Miell do të shtojmë 6 lugë gjelle. Vazhdojmë përziem edhe një herë me mikser. Sigurohemi që e kemi përzier mirë miellin, vazhdojmë brenda dhe shtojmë aromë vanilje ose vanilë sheqer. Cilën do që keni në shtëpi, mund ta shtoni. Përzijem edhe një herë lehtë. Kur të vrejmë që qumshti po fillon që të nxehet mirë dhe të merr val, vazhdojmë brenda tek qumshti, ta shtojmë masën që përgatitëm me vezë dhe miell. Sigurohemi që do ta marrim tërë masën dhe përzijemi mirë tani derisa kremi të na trashet mirë. Kjo do të trashet shpejt, qëndroni afër, dikon për afërsisht 2 minuta, kremi është gati. Sa po kremi të fitoj trashësinë e dëshiruar, e largojmë me një herë nga zjarri. Tek kremi vali nxehtë, do të shtojmë 100 gram çokoladë. Por këtë radhë kam zgjedhur që të përdor çokoladë më të zezë për gatim. Përzijem mirë derisa çokolada të shkrihet. Nga nxehtësia e kremit, çokolada do të na shkrihet shpejt. Mjafton ta përzijeni. Zjarrin e kam ndalur, pra është thjesht nxehtësia e kremit. Dhe në fund fare, që të na bëhet edhe më kremoze dhe kremi të na qëndroj mirë mbi ëmbëlsirë, duhet që të shtojmë 200 gram margarinë ose gjalp, dhe këtë radhë kam zgjedhur që ta përdor gjalpin nga Pënar, i cili vjen në paketim prej 200 gramve. Vazhdojmë e shtojmë gjalpin brenda. Përzijem tani edhe një herë, derisa edhe gjalpi të na shkrihet mirë dhe kremin e kemi gati. Vazhdojmë me renditjen e ëmbëlsirës. Marrim një tepsi dhe aty shtrojmë biskvita ose keksa. Unë i kam bërë 4 me 3 dhe i kam shtuar kështu një rreth për t'ia mbajtur formën ëmbëlsirës. Sipër keksave vazhdojmë që të shtojmë nga kremi i çokoladës, i cili është ende val i nxehtë. Do ta mbushi mirë me krem. Pasi ashtu më pëlqen më shumë ëmbëlsira, kur ka pak më tepër krem, por ju mund ta bëni sipas shijeve të juaja. Dhe kështu dal nga dal, vazhdojmë me rendisim gjitha kremin dhe gjitha biskutat. Mbulojmë me krem dhe mund ta vreni kremin se sa i mirë që është bërë, tamam i trash. Dhe rendi i fundit, rendi i 4 me biskuta. Përfundojmë duke mbuluar mirë me krem. Tani do ta dekorojmë pak sipër. Pasi është Ramazan, nuk dua që ta bëj shumë të rëndë ëmbëlsirën dhe dua që t'i shtoj vetëm nga këto salcat me çokoladë të shkrira, të cilat shiten kështu të gatshme. Vazhdojmë t'i shtojmë kështu disa renda. Sipër tërë ëmbëlsirën do ta mbulojmë me ara të bluara. Nëse doni mund të shtoni edhe biskutat e bluara, por arat e bluara ja japin një shije që e bëjnë komplet një tjetër nivel. Dhe tani, gjithçka që duhet bëjmë është që të presim që ëmbëlsira të ftofet. Unë po e përgatis në mëngjes dhe tamam deri në mbrëmje në kohën e iftarit
ëmbëlsira do të jetë ftofur dhe është gati për ta shërbyer. Dhe pasi është ftofur për 2-3 orë, ëmbëlsira është gati, kam shërbyer në pjata. Shpresoj që do ta provoni edhe ju, do ta shijoni për një iftar të bukur bashkë me familjen e juaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.